Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Çfarë duhet bësh në këtë moment që po shikon këtë video? Duhet të bësh një pauzë në këtë lidhje që ju jeni, duhet të keni parasysh pjesën e qetësisë tuaj shpirtërore. Pra, duhet të bëni një pauzë, një relaks me veten tuaj. Pra, çfarë duhet të bëni në këtë moment që po shikoni këtë video? Një pauzë, një qetësi dhe një marrje fryme të thellë për të relaksuar me botën tuaj të brendshme. Kalorësi i shkopimve më tregon që personi juaj zemrës është një person shumë i apasionuar mbas jush. Por ju në këtë moment nuk jeni e gatshme për të vazhduar këtë histori dashurie. Pra doni një pauzë, doni një reflektim me veten tuaj, sepse ju për këtë mashkull jeni ylli i tij polar, jeni femra e tij ideale që i ndriçoni jetën. Por ju në këtë moment jeni pak e stresuar, jeni me mendime negative, nuk besoni shumë te ky person. Pra doni një reflektim, jeni pak e mërzitur tek pjesa e anës shpirtërore me këtë person. Ky person është larg dhe ju nuk keni atë besimin e fortë brenda vetes tuaj tek ky person. Por sot duhet të keni besim tek ky person, tek ky kalorës, sepse ju jeni princesha e tij, ylli i tij polar, princesha e monedhës, femra e tij ideale dhe ju e mërzisni këtë person. Ky person është pak i mërzitur në këtë hije peme, sepse ju jeni femra e tij e fshehtë në këtë histori dashurie. Dhe prandaja ju jeni me atë pjesën që nuk keni shumë besim te ky person. Prandaja duhet të reflektoni në një botë qetësie me veten tuaj për të bërë atë reflektimin, atë pastrimin me shpirtin tuaj, me botën tuaj të brendshme, me fëmijën tuaj të brendshëm, që t'i jepni përgjigjen e dur këtij kalorësi. Dhe përgjigjja e dur e këtij kalorësi është reagimi juaj pozitiv, mbas reflektimit, mbas pauzës së qetësisë, mbas punës që do bësh me veten tënde. Pra, me kë rezonon kjo energji, me kë shën dhe me kë gërm. Po flasim për gërma tani në këtë moment. Me lën, me gjën, me tën, me jën, me ç, d, gërma d, u, t, l, një, sh, i, h, y, p, a. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me peshqit, me brisjapin, me luanin, peshoren, akrepin, dashin dhe me binjarët. Faleminderit shumë, miqtë mi.